Danja, Valbona, Loredana, Rizarta e plot të tjerë pranë gjestit gjatë varrimit të vëllait të tij. Varrimi i Eldion Kelmendit, vëllait të gjestit, ka mbledhur jo vetëm familjar dhe qytetar nga Peja, por edhe shumë miq e kolegë të tij nga formati i njohur Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Nga edicioni i 4 i Big Brother VIP Albania, ku gjesti doli fitues, në ceremoninë mortore morën pjesë disa prej ish-banorëve që ndan rrugtimi me të në shtëpinë më të famshme. Midis tyre u pa Danja Koka, Valbona Mhilli, Loredana Brati, Krisa Caushaj dhe Rizarta Hoxha, të cilat u shfaqën të mërzitur nga tragjedia dhe qëndruan pranë gjestit dhe familjes së tij në këtë ditë të rëndë. Gjesti, përveç eksperiencës në Shqipëri, ka krijuar miqësi edhe gjatë qëndrimit në Big Brother VIP Kosova. Në varrim, mes të pranishmëve ishin edhe ish-banorët Diana Tahiri, Burim Vatovci dhe Xuci, të cilët i shprehën ngushëllimet e tyre të sinqerta. Prania e tyre dëshmon lidhjet e forta që u krijuan brenda formatit, të cilat shkojnë përtej ekranit. Pamjet nga ceremonia mortore pasqyrojnë qartë atmosferën e rëndë dhe dhimbjen e thellë që ka kapluar familjen Kelmendi dhe të gjithë të pranishmit. Përqafimet, lotët dhe fjalët e ngushëllimit kanë dominuar gjatë gjithë momentit të fundit të lamtumirës për 15 vjeçarin Eldion. Pjesëmarrja e ish-banorëve në këtë ditë të vështirë tregon se marrëdhëniet e krijuara gjatë formatit nuk mbeten vetëm brenda lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.